publik, vendas dhe ndërkombëtar, qëndrimet e mbajtura nga zoti Meta në seancën e sotme të vlerësimit të masës së sigurisë ndaj tij, e cila çmontoi qëndrim, pra që çmontoi në mënyrë thelbësore të gjitha ato që cilësohen në fakt si gjoja prova të reja, por që nuk kanë asnjë lidhje, zero fakte, zero prova penale me zotin Meta. Dua t'ju bëj me dije se ashtu si kundër de jure u çmontua akuza fars për gjoja lobimin prej $1 milion të zotit Meta për të bërë një foto me presidentin Trump, akuzë e cila zyrtarisht u hodh poshtë si e fabrikuar, tërësisht politike, me urdhër personal të Charles McGonigalit, fillimisht e botuar në gazetën e George Sorosit, Mother Jones, dhe mandej e hedhur në opinionin publik nga mediat e regjimit që financohen me parat e pista të incenatorit të Tiranës që nuk ekziston, ashtu sot zoti Meta çmontoi para turpëgjykuese afërmendsh të kapur nga SPAK, i cili, sikundër e din tani më të gjithë shqiptarët, përdor mënyra meskine, diktatoriale, për të marrë peng edhe gjykatësit në mënyrë që afërmendsh ata të vendosin çfarë kërkon kjo strukturë. Dua konkretisht t'ju bëj me dije se çfarë ka pretenduar sot përfaqësuesit e akuzës në këtë seancë gjyqësore dhe se cilat kanë qenë qëndrimet shpartalluese të zotit Meta dhe tyre. Konkretisht, prokuroria pretendon se i pandehuri Ilir Metaj dhe personi nën hetim Monika Kryemadi kanë konsumuar veprën penale korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror dhe të zgjedhurve, pasi, sipas SPAK-ut, nga analiza e fakteve dhe provave, kanë vendosur kontakte me administratorin e tyre, e theksoj jo më kot të fakt, pra me administratorin e tyre sipas SPAK-ut, personin nën hetim Adrian Shatku. Zoti Meta kësaj akuze tërësisht qesharake, tërësisht fars dhe politike, i është përgjigjur në këtë mënyrë. Ky konkluzion i akuzës është shprehje e një vlerësimi jo vetëm jo profesional dhe të pambështetur në asnjë provë apo fakt të paktën për zotin Meta, por është edhe tërësisht tendencios dhe nga të gjitha parashtrimet e bëra nga prokurorët. Zoti Meta ka vijuar duke deklaruar gjithashtu se nuk ka asnjë akt apo fakt që të vërtetoj se zoti Meta ka emëruar apo besuar zotin Adrian Shatku si administrator të tij. Po kështu, është shprehur zoti Meta, nuk ka asnjë akt apo fakt që zoti Meta të ketë qenë në dijeni se Adrian Shatku ishte administratori i ish bashkëshortes së tij dhe se ndalin së bashku përfitime të panishme apo edhe të dishme. Por në faqe 3, paragrafi i fundit, organi procedurës pretendon se si rezultat i kësaj veprimtarie dhe ushtrimit abuziv të pushtetit, sipas SPAK-ut, palët ka përfituar nga shtetasi Adrian Shatku dhe UNIFI të ardhura të konsiderueshme duke përfshirë përqindjen e fitimit si dhe pajisjen nga Adrian Shatku disa herë me karta krediti. Ky pretendim qesharak i pambështetur në asnjë provë është shërëzuar nga zoti Meta nëpërmjet këtij qëndrimi. Ky konkluzion, pra citoj zotin Meta, është tërësisht tendencios, pasi nuk ekziston asnjë provë apo indicie që zoti Meta të ketë qenë në dijeni të përfitimeve të palishme apo të lishme të ish bashkëshortes së tij nga Adrian Shatku. Referencat për ndaljen e përqindjeve në celularin e zonjës Kryemadi, që pretendon SPAK-u, i takon zonjës Kryemadi të seroj, më falni, është shprehur zoti Meta. Sipas tij, akoma më tendencioze është përpjekja
e prokurorëve për të paraqitur zotin Meta si bashkëpërfitues apo në ndjeni të kartave të palishme që pretendon akuza, të cilat edhe vetë sipas saj janë vetëm në emër të zonjës Kryemadhi, e cila sipas pak rezulton edhe përfituese e tyre. Unë, është shprehur zoti Meta, jo vetëm që s'kan qenë në ndjeni të kësaj marrëdhënie të palishme, por pasi kam mësuar se pas kontrollit në banesën e nënës së zonjës Kryemadhi ekzistonte një kartë e tillë, por e papërdorur, sipas zonjës Kryemadhi, vendosa edhe divorcin ligjor me të, duke e vlerësuar si shkelje të rëndë të besimit dhe të ligjit për një politikane me përvojë, por edhe në dëm të kauzave të mia politike. Zoti Meta ka theksuar gjithashtu se vetëm në seancën e parë pas rrëmbimit të tij në gjykat, ai është njohur me përdorimin e kësaj karte në San Marino nga akuza. Ndërsa për të dy kartat e tjera, zoti Meta ka sqaruar sot se është njohur vetëm ditën e komunikimit të akuzët si i pandehur me 27 maj dhe po kështu organi i akuzës ka provuar vetë sipas tij se Monika Kryemadhi është e vetmja përdoruese e kësaj karte dhe në asnjë rast të vetëm nuk provohet se ai, pra se unë, ka thënë zoti Meta, të kem përdorur këto karta. Gjithashtu, zoti Meta sot në seancë është shprehur se edhe një herë theksojmë se përpjekjet e akuzës për të provuar në thojza nga gjetjet në celularin e zonjës Kryemadhi se personat në hetim Meta i Kryemadhi kanë përfituar përqindje të fitimit nga kompania Unifi Holding INC nga marrëveshja e interkoneksionit me Vodafone, janë sa të pabazuara, aq edhe kontradiktore. Prokuroria pas pak ka pretenduar në fakt në këtë seancë se ky fakt rezulton nga komunikimet që zonja Kryemadhi ka me zotin Shatku, ku i drejtohet me shprehjet ne, leja dhorit dhe të mia, dhe është e qartë se nëse kjo bisedë është e vërtet, e shprehur zoti Meta, ajo me ne nënkupton veten e saj me kushërinë e saj Adrian Shatku, ashtu sikurse pjesa e dytë, nëse është e vërtet, është shprehur zoti Meta, me të mijat nënkupton interesat e saj dhe kjo nuk provon as pak as përfshirjen time në këtë marrëdhënie përqindjesh të pretenduara dhe as pasjen për ti ndjeni të një marrëdhënie të tillë si edhe në rastin e kartave bankare. Në faqen 5 të relacionit, SPAK pretendon se Adrian Shatku është personi i besuar i Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, edhe sipas deklarimit të zonjës Fatime Kryemadhi është kushëri i largët i tyre. Ilir Meta në seancë, duke e demontuar totalisht dhe tërësisht këtë pretendim të pambështetur në asnjë fakt dhe asnjë provë, ka sqaruar se edhe ky konkluzion është tendencios, pasi nga i gjithë hetimi rezulton se Adrian Shatku është person i afërt me Monika Kryemadhin, si Dibran dhe Ema Shatku apo Çokur, shoqe e afërt e Monikës. Për këto arsye, ka sqaruar zoti Meta, zoti Shatku ka qenë një person i njohur dhe i respektuar nga unë, por asnjëherë as i besuar im dhe as në kam qenë në ndjeni, ka sqaruar zoti Meta, të një apo në një aktiviteti të palishëm apo të dyshimit të tij. Gjithashtu, zoti Meta ka bërë të qartë se për të paraqitur një lidhje midis tij dhe Adrian Shatkut, pra një lidhje gjoja shumë të fortë, akuza ka pasqyruar edhe episodin sipas komunikimeve elektronike se në datën 5 shtator të vitit 2014, Monika e informon Adrianin se Iliri do të shkojë në Marok në data 30-31 tetor 2014 dhe i thot se po të duash për të mbajtur dhe nëse të duhet ndonjë takim me ndonjë ministër, më tha Ilirit. Adriani, sipas akuzës, i përgjigjet se ai do të shkojë dhe se, citoj, takimin me kryeministrin do ta bëj unë, takojmë edhe ministrat e energjisë dhe të telekomunikacionit.
Zoti Meta i është përgjigjur këtij pretendimi sa absurd, aq edhe qesharak, se, citoj, ky episod tregon jo vetëm se Monika informon Adrianin për lëvizjet e kryetarit të kuvendit, por edhe se Adriani ishte shumë i fuqishëm në Marok, sa merrte përsipër të rregullonte takimin me kryeministrin dhe ministrat të tjerë. Atëherë, ka qenë pyetja e ngritur nga zoti Meta, jo vetëm prokurorëve, por edhe gjyqtarit, përse i duhej ndihma e kryetarit të parlamentit të Shqipërisë në Marok, Adrianit, kur ai ishte kaq i lidhur me kryeministrin e Marokut. Një pyetje cilën prokurorët nuk patën guximin t'i përgjigjen. Gjithashtu, zoti Meta sqaroi sot në seancë se siç dihet, kjo vizitë e pretenduar në fakt ka qenë një vizitë zyrtare shtetërore, e planifikuar prekosh dhe e bërë me të gjitha rregullat protokollare. Përfshirja e episodeve të tilla, është shprehur zoti Meta, kërkon në mënyrë të sforcuar të krijojë një lidhje të dyshit midis tij dhe Adrian Shatkut, e cila nuk ekziston në asnjë rrethant. Gjithashtu, zoti Meta ka bërë të ditur para prokurorëve dhe gjyqtarit se prokurorët në mënyrë absurde kanë përdorur një deklarim të shtetasit Eriol Brejllari, i cili është kushëri i Endrit Brejllarit, të dy të përfshirë në çështjen e lobimeve për të rrëzuar pretendimin sipas fakut të pandehurit Ilir Metaj, pra të vetë se ai nuk ka asnjë lidhje me Adrian Shatkun. Zoti Meta, edhe këtij pretendimi qesharak, edhe në përgjigje të pyetjeve të bëra edhe më parë nga akuza, i ka bërë të qarta rrethanat e njohjes së tij me Adrian Shatkun, ndaj në vlerësimin e tij. Kjo lloj fjalësh e prokurorëve është e pakuptimtë. Zoti Meta ka sqaruar se nëse unë nuk kam patur asnjë lidhje të dyshimt, të palishme, ky nuk është faji im, por merita e sjelljeve të mia për herë të përgjeshme, të lishme dhe të moralshme. Po kështu, është shprehur zoti Meta, shtetasin Eriol Brejllari mund ta pyesni, pra ju është detyruar prokurorëve për ta marrë në pyetje, nëse është takuar të paktën një herë, siç ai pretendon, apo, ka qenë pyetja e zotit Meta, të paktën 100 herë me shtetasin Adrian Shatku në Tiranë, apo edhe në Washington, edhe pa praninë e tij në atë kohë kryetari i parlamentit, dhe për këtë e ka ftuar Spakun që t'i shkojë në ndihmë edhe të dhënat e sistemit TIMS. Lidhur me diferencat që i rezultojnë organet të akuzës për lobimet e LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Meta ka theksuar dhe ka sqaruar sot qartësisht se çdo veprim nga ana e tij dhe e kryesisë së ish-lëvizjes socialiste për integrim deri në prill të vitit 2017, kur zoti Meta u zvendësua nga zoti Petrit Vasili, sekretari i LSI-s, kanë qenë gjithmonë në respekt të plot të ligjeve shqiptare dhe amerikane. Zoti Meta ka sqaruar se çdo marrëveshje miratoi në kryesinë e partisë dhe se një titullar caktoi për të firmosur dhe ndjekur zbatimin e marrëveshjeve sipas klauzolave të rëna dakord me kompanitë përkatëse. Zoti Meta sqaroi sot se ai kur as nuk ka autorizuar dhe as nuk ka patur dieni se një person apo kompani në Shqipëri apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ketë bërë pagesa të padeklaruara, pra të palishme për interes të ish-lëvizjes socialiste për integrim. Po kështu, zoti Meta është shprehur sot në seancë se është i habitur se si kompani amerikane mund të pranojnë pagesa të tilla të shkeljeve të ligjeve amerikane dhe se ai është interesuar të ditë nëse dikush prej tyre po hetohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë shkelje
të pretenduar të ligjeve amerikane apo jo. Në vijim të këtij qëndrimi, presidenti i Partisë së Lirisë ka bërë me dije se e ka informuar SPAK-un dhe e ka provuar, ashtu si në rastin e Mekeo Group, për cilën u bë një pagesë e lishme dhe e deklaruar prej $15,000 se si ndërmjetësi, pra avokati greko-amerikan Fidesis, kishte regjistruar një marrëveshje në fara pra në Departamentin e Drejtësisë në Amerikë në emër të LSI-së, pa qenë i autorizuar nga kjo forcë politike dhe se ky fakt u denoncua nga vetë zoti Meta te presidenti i Mekeo Group dhe ishte ky i fundit i cili njoftoi edhe fara. Lidhur me pretendimin e organit të akuzës për marrëdhëniet e ngushta me zonjën Emma Çoku apo Shatku, zoti Meta ka bërë të qartë se edhe në këtë rast kemi të bëjmë me një qëllim, me një spekulim të qëllimshëm, pasi këto nuk kanë qenë marrëdhënie thjesht. Këto kanë qenë thjesht marrëdhënie kortezie, pra e përsëris, marrëdhëniet mes tyre kanë qenë thjesht marrëdhënie kortezie dhe as pak të afërta, për më tepër që zonja Çoku apo Shatku personalisht nuk ka qenë pjesë e strukturave drejtuese të Partisë së Lirisë apo ish Lëvizje Socialiste për Integrim, por se ka patur vetëm një lidhje shoqërore dhe familjare me zonjën kryemadhe. Ndërsa lidhur me ndikimet e tjera të zotit Meta në episode që rezultojnë sipas organit procedues pra SPAK-ut nga komunikimet telefonike të zonjës kryemadhe apo personave të tjerë, zoti Meta qartësisht është shprehur sot në seancë gjyqësore se ato janë thjesht imagjinata, janë spekulative dhe të rësisht të pavërteta. Po kështu, zoti Meta është shprehur se organi i procedues, pra SPAK-u, vazhdon ndaj tij standardin e hetimit në të njëjtin nivel si standardi i rrëmbimit të tij. Në 20 dhjetor të vitit të kaluar, jashtë çdo objektiviteti dhe në cënin të rënd të Kushtetutës dhe Konventës Europiane të drejtave të njerëzit, ku është cënuar rënd deri dhe digniteti jo vetëm njerëzor i tij, por edhe si një ish drejtues i lartë i shtetit, ish president republike, ish kryeministër dhe ish kryetar parlamenti, pa haruar faktin se ditën kur zoti Meta është rrëmbyer në mënyrë kriminale dhe terroriste nga persona të armatosur me maska të pa identifikuar, ai ka patur statusin ligjor të ish presidentit të Republikës, i cili jeta e cilit dhe siguria e cilit garantohej nga Karta e Republikës. Gjithashtu, në fund të sqarimit të pozicionit të tij lidhur me farsën e shekullit të inskenuar me urdhër të Edi Ramës, të diktuar nga Charles Megonigali dhe të firmosur nga Altin Dumani, zoti Meta është shprehur se ai e vlerëson lejen që prokuroria e posaçme SPAK i ka dhënë zonjës kryemadhe në janar të këtij viti për të vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ndodhet edhe zoti Adrian Shatku, edhe përfaqësues të kompanive të lobimit të përfshira në proces, por ai është shprehur pra zoti Meta se nuk ai dot të kuptoj insistimin për të mbajtur në paraburgim ish presidentin e Republikës, edhe pasi hetimet ka nisur prej kohësh, pra prej dhjetorit të vitit 2019, një javë pasi Altin Dumani unë në karrigen e prokurorit dhe në kulmin, dua ta theksoj, unë këtë fakt, në kulmin e përplasjes së presidentit e Republikës, zotin Meta, me kryeministrin në atë kohë, zotin Rama, në lidhje me çështjen e marrjes apo tentativës e Edi Ramës për të marrë peng që në atë kohë dhe për të uzurpuar totalisht gjykatën kushtetuese nëpërmjet ligjit të mbetimit të gjyqtarëve kushtetues të noteri Telana, betejë e cila u fitua në Komisionin e Venecias, janë 5 betejë fituar në Komisionin e Venecias nga zoti Meta, sikur do të jetë edhe kjo betejë rallës e cila do të fitohet prej tij në gjykatën europiane. Prandaj, është shprehur në fund të fjalës së tij zoti Meta
Ai uronte që gjykata, në fakt, të vendoste këtë proces hetimi në shinat e shtetit të së drejtës, për më tepër që zoti Meta është presidenti i forcës së dytë opozitare në vend, i forcës së tretë politike për të paktën 2 dekadash, dhe se nuk ka asnjë rrezik largimi me tij, pasi ai është prej 6 vitesh në hetim dhe ditën e rrëmbimit të tij terrorist nuk ka qenë duke ikur nga Shqipëria, por ka qenë duke u kthyer nga Kosova për të dhënë një konferencë shtypi të lajmëruar për tij më herët. Por t'jeni të bindur se edhe pse sot drejtësia me regji nuk dhuroi asnjë surprizë për faktin se gjyqtarët afërmeç janë të kapur nga Edi Rama, dhe ashtu sikurse vetëm pak ditë më parë ra de jure ende pa filluar gjykimi në themel i çështjes së zotit Meta, të gjitha këto akuza të fabrikuara do të bien dhe do të çmontohen një nga një, sepse nuk janë asgjë tjetër veç se akuza ordinere dhe marrëzi, të cilat e përsëris janë diktuar nga Charles Megonigal, janë urdhëruar nga tribuna e rilindjes nga kryeministri apo Ramodoroja i Europës Edi Rama, dhe janë firmosur nga Altin Dumani. Të gjithë shqiptarët duhet ta dinë se nuk ka fuqi në botë që mund t'i heqë zotit Meta të drejtën për të çmontuar këtë proces far standardet e cilit u vendosën që me rrëmbimin e tij kriminal, që me mbajtjen e tij në izolim prej më shumë tani më se 8 muajsh, në izolim ekstrem, pa fakte dhe pa prova penale, duke i hequr edhe të drejtën e lirisë së fjalës, duke i hequr edhe të drejtën për të takuar me familjarët e tij. Megjithatë, të jeni të bindur se zoti Meta do ta shpartallojë këtë farsë të shekullit, dhe se kjo do të jetë një